Sekreti I adoptimit. Dritaret e shtëpisë ndriçonin me dritën e mëngjesit të qetë, por brenda mureve të saj mbizotëronte një tension I pashpjegueshëm. Arlind dhe Elira, një çift I rritur me shumë përkushtim dhe dashuri, po shikonin vajzën e tyre të vetme, Ana, ndërsa ajo I tregonte me entuziazëm planet për universitetin jashtë vendit. Në sytë e tyre, ajo ishte gjithmonë e tyre, jo vetëm me zemër, por edhe me gjak. Por sot, një telefonate papritur do të ndryshonte gjithçka. Telefonata vinte nga një zyrë administrative, një zyrë që kishte dokumentet e vjetra të spitalit ku Ana kishte lindur. Zëri I grave në telefon ishte I kujdesshëm, por fjalët që tha ishin si një rufe që godiste zemrën. Zotërinj, duket se ka pasur një gabim në regjistrat e lindjes. Vajza që keni rritur nuk është biologjikisht e juaja. Arlindi I mbajti frymën. Elira mbante dorën e tij, të dridhur. Një ndjenje e çuditshme mes habis, frikës dhe mosbesimit mbushi dhomën. Ana hynte në dhomë, duke u mbështetur mbi librat e saj. Çfarë ndodhi? Pyeti me kureshtje. Arlindi e pa Elirën dhe më pas telefonin, duke mos ditur si t'i thoshte të vërtetën. Zemra I rrihte shpejt. Çfarë do të thoshte kjo për marrëdhënien e tyre? A do të vazhdonin të ishin një familje? Apo një sekret I fshehur do të rrëzonte gjithçka që kishin ndërtuar me aq mund? Ana ishte e paprekur nga e vërteta që sapo kishte trokitur në derën e tyre. Arlindi uluri librin që kishte në dorë dhe u përpoq të gjente fjalët. Ana, ka diçka që duhet të tregojmë, tha me zë të ngjirur. Ana ngriti vetullat, duke ndjer menjëherë seriozitetin në tonin e prindërve. Zemra e saj filloi të rrihte më shpejt. Elira ju afrua dhe mori dorën e vajzës. Ne të kemi rritur me gjithë dashurinë tonë, por ka një sekret për të kaluarën tënde. Nuk është diçka që të bën ty më pak e dashur për ne, por është e rëndësishme që ta dish vetë. Ana e shikoi me sy të hapur, duke u ndier e tronditur. Një ndjenjë konfuzioni dhe frike filloi të ngjitet brenda saj. Arlindi mori frymthell dhe tha: Dokumente që sapo morëm tregojnë se ti nuk je biologjikisht e jona, por çdo ditë që kemi kaluar me ty, çdo kujtim dhe çdo dashuri që kemi ndarë është reale. Ti je dhe do të mbetesh vajza jon. Ana rrëfeu një përshpëritje të lehtë, duke mbajtur dorën e të dyve. Zemra e saj ndjeu përzierjen e dhimbjes dhe ngushëllimit, një konfuzion I madh që do t'i duhej kohë për ta kuptuar. Ditët pas atij momenti ishin të mbushura me heshtje të rëndë dhe pyetje të pasgjidhura. Ana nuk mund të largohej nga mendimi se kush ishin me të vërtet prindërit e saj biologjik. Ajo ndjeu një ndjesi boshllëku që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Arlindi dhe Elira, nga ana tjetër, përpiqeshin ta mbajnë familjen e bashkuar, por frika se e vërteta mund t'i shkatëronte, I shtypte çdo ditë. Një ditë, Ana u fut në dhomën e saj dhe pa disa letra të vjetra që ishin fshehur në një kuti në dollapin e prindërve. Letra ishin nga spitali dhe nga një agjenci adoptimi, duke treguar se një foshnjë e humbur ishte gjetur dhe ju besua kujdesit të një familje të panjohur. Ndërsa I lexonte, zemra I rrihte shpejt dhe lotët I rridhnin pa mundur t'i ndalte. Ajo kuptoi se historia e saj kishte pasur gjithmonë një kapitull të fshehur, një të kaluar që askush nuk e kishte treguar. Ana I tregoi letrat prindërve të saj, dhe Arlindi dhe Elira e pan dhimbjen në sy të saj. Ata e përqafuan fort dhe I thanë: Kjo nuk ndryshon asgjë për ne. Ne të duam dhe do të jemi gjithmonë me ty. Por gjithashtu duhet të jemi të sinqert. Tani duhet të vendosim se si do të përballojmë të kaluarën tënde. Ana ndjeu një përzierje lehtësimi dhe ankthi. Dashuria ishte e fortë, por pyetjet ishin të shumta. Pas ditëve të ngarkuara me pyetje dhe mendime, Ana vendosi të bënte diçka që e kishte friksuar gjithmonë, të kërkonte të vërtetën mbi lindjen e saj. Ajo foli me prindërit e saj dhe ju kërkoi dokumentet e vjetra të spitalit dhe të adoptimit. Arlindi dhe Elira, me zemër të rënduar, ja dhanë me kujdes, duke ditur se ky hap nuk do të ishte I lehtë për të. Ndërsa lexonte dokumentet, Ana zbuloi një rrjetë ngatëruar të gabimeve dhe procedurave të vjetra që kishin çuar te vendimi që ajo të rritej nga Arlindi dhe Elira. Ndërgjegja e saj filloi të luftonte mes ndjenjes së tradhtisë dhe dashurisë së patundur që kishte për prindërit e saj. Ajo ndjeu një boshllëk,
një pyetje të thellë për identitetin e saj dhe për atë që kishte ndërtuar deri tani. Gjatë një takimi me një ish punonjës të spitalit ku ishte lindur, Ana mori informacion shtesë që e çoi në një kuptim më të plot. Gabimi ishte i pafajshëm, një gabim administrativ që nuk kishte asnjë qëllim të keq. Megjithatë, të kuptuarit e kësaj nuk e largoi dhimbjen. Ajo ndjeu një përzierje lehtësimi dhe tronditjeje. Zemra e saj ngelte e ndarë mes së kaluarës dhe dashurisë që vazhdonte të ndjente për prindërit e saj. Kur Ana u kthye në shtëpi, Arlindi dhe Elira po e prisnin me sytë plot shqetësim. Ata kuptuan që informacioni që kishte marrë do të ndryshonte gjithçka. Ana ul pranë tyre dhe, me zërin e dridhur, tha: "E kuptova çdo gjë, por unë ende ju dua dhe nuk dua që kjo të na ndajë." Arlindi dhe Elira e përqafuan ngrohtësisht, duke ndjerë dhimbjen dhe lehtësimin njëkohësisht. Dashuria e tyre ishte provuar, dhe tani duhej të kuptonin se si të vazhdonin. Ditët që pasuan ishin të mbushura me biseda të gjatë dhe emocione të përziera. Ana donte të njihte familjen biologjike, të dinte rrënjët e saj, por nuk donte të humbiste lidhjen me Arlindin dhe Elirën. Ata vendosën së bashku të shkonin në qytetin ku Ana kishte lindur për të takuar njerëzit që kishin lidhje me të kaluarën e saj, duke përjetuar emocionet e para të frikës, kureshtjes dhe shpresës. Në qytet, Ana takoi një grua të moshuar që e kishte ndihmuar në spitalin e lindjes. Gruaja e përqafoi me ngrohtësi dhe i tregoi historinë e saj të vërtetë. Një foshnjë e humbur nga rrjedhat e jetës, por që kishte gjetur një familje të dashur. Ana ndjeu një lehtësim të madh, por edhe një dhimbje të hollë për të kaluarën e humbur. Ajo kuptoi se identiteti i saj nuk ishte vetëm gjaku, por gjithçka që kishte përjetuar dhe dashuria që kishte marrë. Pas takimit me gruan e moshuar, Ana u kthye në shtëpi e turbulluar nga ndjenjat e saj. Ajo ndjeu një përzierje lumturie dhe dhimbjeje, sepse tani dinte të vërtetën, por e ardhmja duke e pasigurt. Arlindi dhe Elira e panë që po përjetonte një tension të brendshëm dhe vendosën të qëndrojnë pranë pa u imponuar, duke respektuar hapin e saj drejt identitetit. Ana filloi të bisedonte me prindërit biologjik, duke krijuar një lidhje të ngadalt dhe të ndërlikuar. Ajo donte të kuptonte rrënjët e saj, por gjithmonë mbante vendin e veçantë që kishte në zemrën e Arlindit dhe Elirës. Çdo takim ishte një sfidë emocionale. Frika nga prishja e lidhjes me prindërit e rritur dhe kureshtja për të kuptuar të kaluarën e saj luftonin brenda saj. Një pasdite, Ana vendosi të fliste hapur me Arlindin dhe Elirën. "Unë dua t'i njoh rrënjët e mia, por kjo nuk do të thotë se ju humbasni për mua," tha ajo me zë të qetë, por të vendosur. Arlindi e shikoi me sytë e lagur dhe e përqafoi ngrohtësisht, duke i thënë: "Asnjë e vërtet nuk mund të ndryshoj dashurinë që kemi për ty. Ti je dhe do të mbetesh vajza jon." Elira u bashkua përqafimit, dhe një ndjenjë paqeje filloi të mbushte shtëpinë. Ditët pas takimeve me prindërit biologjik, sollën një ndryshim të madh brenda Anës. Ajo filloi të kuptonte se identiteti i saj nuk ishte vetëm një çështje gjaku, por gjithçka që kishte përjetuar me Arlindin dhe Elirën. Megjithatë, sfida nuk ishte mbaruar. Si do t'i bashkonte dy botët e saj të ndryshme pa e humbur njëra tjetrën? Ana vendosi të takonte disa miq të rinj të familjes biologjike, të cilët ishin kurioz për të njohur vajzën që kishte rritur një familje tjetër. Ndërsa takimet zhvilloheshin, ajo ndjeu një dhimbje të thellë nostalgjie dhe një lehtësim të lehtë. Ishte sikur po shihte një pjesë të saj që kishte munguar gjithmonë, por që tashmë ishte e arritshme. Arlindi dhe Elira e ndiqnin çdo hap të Anës, duke u përpjekur të qëndronin pranë saj pa e kufizuar. Ata donin që ajo të ndjente lirinë për të zbuluar të kaluarën e saj, duke mbajtur gjithmonë të lidhur me dashurinë e tyre të pakushtëzuar. Ana e vlerësoi këtë, por her pas here ndjeu frikë se marrëdhënia e tyre mund të ndryshonte përgjithmonë. Një ditë, Ana mori një ftesë nga një ceremoniale familjare e prindërve biologjik. Ishte një moment i rëndësishëm, por edhe i frikshëm. Ajo nuk dinte si do të reagonin Arlindi dhe Elira. Ata vendosën të shkonin së bashku, për të treguar mbështetjen e tyre dhe dashurinë e palëkundur. Ceremonia ishte e mbushur me emocione. Prindërit biologjik e pritën Anën me ngrohtësi dhe habi, ndërsa Arlindi dhe Elira qëndruan pas saj, duke i dhënë forcë pa fjalë. Ana ndjeu një përzierje të lehtësimit dhe ankthi. Ishte një hap i madh drejt njohjes së rrënjëve të saj,
por edhe një provë dashurisë së saj për familjen që e kishte rritur. Pas ceremonisë, Ana u ul për të biseduar me Arlindin dhe Elirën. E di që çdo gjë që ndodh këtu nuk e ndryshon atë që ndjej për ju, tha ajo me zë të qetë. Ata e përqafuan dhe e mbajtën ngrohtësisht, duke i dhënë mesazhin e qartë. Dashuria nuk ka kufi dhe nuk mund të thyhet nga e vërteta biologjike. Ditët pas ceremonisë sollën paqe të ngadalt. Ana filloi të ndjehej më e sigurt për vendimet e saj, dhe marrëdhënia me të dyja familjet filloi të konsolidohej. Ajo kuptoi se nuk ishte detyrë e saj të zgjidhte mes dashurisë së prindërve të rritur dhe lidhjes me rrënjët e saj. Mund të kishte të dyja. Arlindi dhe Elira filluan të ndanin kujtime nga fëmijëria e Anës me prindërit biologjik. Ky akt krijoi një urë të fortë midis dy botëve, duke treguar se dashuria dhe kujdesi mund të bashkojnë më shumë se sa ndajnë. Ana ndihej e plotësuar, por gjithmonë e vëmendshme ndaj ndjesive të tjerëve. Një mbrëmje, Ana vendosi të shkruante ditarin e saj. Ajo përshkroi çdo emocion, çdo dyshim dhe çdo moment gëzimi që kishte përjetuar. Ky akt i ndihmoi të kuptonte se e kaluara e saj nuk ishte një pengesë, por një pjesë e rëndësishme e asaj që ishte bërë. Arlindi dhe Elira lexuan disa pjesë të ditarit me respekt dhe emocion. Ata e panë që Ana po ndihmonte veten të kuptonte situatën, duke e bërë të qartë se dashuria e tyre ishte e pakushtëzuar dhe e palëkundur. Në ditët në vijim, Ana filloi të bënte plane për të ardhmen. Ajo donte të vizitonte qytetin ku kishte lindur dhe të krijonte një lidhje të ngushtë me rrënjët e saj, duke u siguruar që dashuria dhe respekti ndaj Arlindit dhe Elirës të mbetej prioritet. Një fundjavë, familja e gjerë u mblodh së bashku për një darkë të përbashkët. Ishte një moment i mbushur me buzëqeshje dhe përqafime, ku secili ndjeu rëndësinë e familjes dhe dashurisë. Ana ndjeu se çdo sfidë që kishte kaluar e kishte bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për vlerën e familjes. Ana nisi të ndante histori të fëmijërisë me prindërit biologjik dhe të rriturit që e kishin rritur. Ky akt krijoi një lidhje të re dhe të ngrohtë midis tyre, duke i bërë të gjithë të ndiheshin pjesë e një rrëfimi të përbashkët, ku dashuria dhe kujdesi nuk ninin kufi. Arlindi dhe Elira u ndjen krenar për maturinë dhe mençurinë e Anës. Ata e panë që ajo po përpiqej të kuptonte botën e saj komplekse dhe të ndërtonte urat e nevojshme për të gjithë, pa humbur ndjeshmërinë dhe dashurinë që kishte për ta. Ana ndjeu një paqe të brendshme për herë të parë që nga zbulimi i të vërtetës. Ajo kuptoi se e kaluara e saj ishte një pjesë e rëndësishme e rrëfimit të jetës, por nuk do të përcaktonte dot dashurinë dhe lumturinë e saj. Në mbrëmjen e fundit të kësaj periudhe të trazuar, Ana, Arlindi dhe Elira u ulën së bashku pranë dritares së dhomës së tyre. Ata mbajtën duart e njëri tjetrit dhe shikuan yjet. Ana buzëqeshi dhe tha: "Tani e di që nuk kam nevojë të zgjedh mes dashurisë dhe së vërtetës. Mund të kem të dyja." Arlindi dhe Elira e përqafuan fort, duke ndjer një lehtësim dhe gëzim të thellë. Familja e tyre ishte më e fortë se kurrë. Ditët pas rifitimit të paqes dhe mirëkuptimit ishin të mbushura me reflektime të qeta dhe biseda të ngrohta familjare. Ana u zgjua herët një mëngjes dhe qëndroi pranë dritares, duke shikuar rrugët e qeta të qytetit që tashmë dukej krejt i ndryshëm për të. Ndonë se kishte takuar tashmë prindërit biologjik dhe kishte krijuar një urë të brishtlidhëse, ajo ndjente një breng të fshehtë. A do të ishte gjithmonë në gjendje të balanconte dashurinë për Arlindin dhe Elirën me kuriozitetin dhe ndjenjat për rrënjët e saj. Arlindi, duke parë vajzën e tij të qetë dhe të menduar, ju afrua pa zhurmë. "Ana, diçka të shqetëson ende, apo jo?" pyeti me një zë të butë, i cili përmbante gjithashtu një farë frike se ajo mund të ndjente presion. Ana e pa në sy dhe ndjeu ngrohtësinë e tij, atë siguri të palëkundur që vetëm prindërit mund ta jepnin. "Po, është një ndjenje e çuditshme, babi. Ndihem e plotësuar dhe e dashur, por ndonjëherë kam frikë se duke njohur të kaluarën time, mund të humbas diçka nga ajo që kam me ju." Elira ju afrua dhe mbajti dorën e vajzës së saj. "Ana, asnjë e vërtet nuk mund të na ndaj. Ne të duam, dhe kjo dashuri nuk do të ndryshoj kurrë, pavarësisht se çfarë zbulon e kaluara." Fjala e saj u shtri në zemrën e Anës si një premtim i qetësisë. Në ato çaste, Ana kuptoi se dashuria nuk matet me gjak, por me përkushtim, kujdes dhe sakrifica. Ajo përjetoi një ndjesi thellësie të re, ndjesinë që mund të kishte të dy botët e saj, pa humbur asnjërin.
Ditët që pasuan u bën një kohë e ndërthurur emocionale. Ana filloi të vizitonte prindërit biologjik më shpesh, duke u njohur me histori të vjetra familjare, fotografi të dhuruara nga kohët kur ajo ishte foshnjë, dhe duke mësuar për traditat dhe zakonet e familjes së lindjes. Çdo vizitë sillte emocione të forta, lumturi, kuriozitet, por edhe një farë dhimbje të hollë. Një pasdite, ndërsa rinte në oborin e shtëpisë së prindërve biologjik, Ana u ul mbi një stol të druntë dhe ndjeu erën e butë që përshkonte pemët. Ishte një ndjesi që e kujtonte fëmijërinë e saj me Arlindin dhe Elirën, lojërat në obor, të qeshurat që mbushnin dhomën e ditës, por tani përzihej me kujtimet e një jete të humbur që po e rikrijonte. Në atë moment, ajo kuptoi se identiteti i saj nuk ishte një gjë e vetme, e thjesht. Ai ishte një mozaik i ndërtuar nga dashuria, kujtimet, lidhjet emocionale dhe rrënjët biologjike. Ajo mori një frymëmarrje të thellë dhe i tha vetes me zë të ulët: "Jam më shumë se e kaluara ime. Jam çdo moment që kam jetuar, çdo person që më ka dashur, dhe çdo zgjedhje që bëj tani." Kur u kthye në shtëpi, Arlindi dhe Elira e pan ndryshimin në sy të saj. Ata kuptuan që Ana kishte filluar të balancojë brenda vetes botët e saj të ndryshme. Arlindi e përqafoi dhe tha: "Ana, ne shohim se po rritesh, po bëhesh më fort dhe më sigurt. Çfarë do që të bësh, ti gjithmonë do të kesh vendin tënd tek ne." Ajo buzëqeshi me një përzierje lehtësimi dhe emocionit. Në atë moment, ajo kuptoi se dashuria e tyre ishte themeli mbi të cilin mund të ndërtonte gjithçka tjetër, prindërit biologjik, rrënjët dhe ardhmja e saj. Një mbrëmje, Ana vendosi të shkruante një letër për veten e saj të ardhshme. Ajo u ul në tavolinën e dhomës dhe filloi të përshkruante ndjenjat dhe reflektimet e saj mbi këtë periudhë transformuese. Sot kuptova se nuk ka nevojë të zgjedh mes dashurisë dhe së vërtetës. Të dyja mund të ekzistojnë në një mënyrë të bukur, duke u përkthyer në një histori që më bën të fortë. Nuk jam vetëm një vajzë që është rritur nga Arlindi dhe Elira, as vetëm një foshnjë e humbur që sapo gjeta rrënjët e mia. Jam të gjitha këto, dhe kjo më bën të plot. Arlindi dhe Elira hynë në dhomë dhe e pan duke shkruar. Ata e pan në sy të saj paqen që kishte fituar, një paqe që nuk mund të thyhej. Arlindi i tha: "Ana, ne jemi krenar për ty. Nuk ka sfidë që nuk mund ta përballojmë së bashku." Ajo i përqafoi ngrohtësisht dhe ndjeu gjithë peshën e tronditjes së kaluar të shpërndar. Ndërsa qëndronin atje, në errësirën e butë të dhomës, Ana e kuptoi që dashuria nuk matet me gjak ose me të kaluarën. Ajo matet me përkushtimin, respektin dhe pranimin. Ajo ishte e bekuar të kishte dy botë dashurie, dhe për herë të parë ndjeu një harmonizim të brendshëm që e mbushi me shpresë dhe lumturi. Ditët e fundit të këtij kapitulli të jetës së Anës ishin të mbushura me një qetësi të re, një ndjesi të brendshme sigurie që nuk e kishte ndjerë më parë. Ajo kalonte më shumë kohë me Arlindin dhe Elirën, duke ndihmuar ata në përgatitjet e vogla për shtëpinë, duke biseduar për kujtime të bukura dhe duke ndarë të qeshura që mbushnin çdo cep të dhomës. Por një pjesë e saj gjithmonë qëndronte kurioze, duke pyetur për rrënjët e saj biologjike dhe historitë që ende nuk i njihte plotësisht. Një ditë, gjatë një drekë familjare, Ana ndjeu një ndjesi të veçantë të përzier. Një pjesë e saj ishte mbushur me lumturi për dashurinë e pakushtëzuar që kishte marrë nga Arlindi dhe Elira, dhe një pjesë tjetër ishte e jetur të ndjente lidhjen e hershme të lindjes. Ajo kuptoi se të dy botët e saj mund të bashkonin përvoja dhe emocione pa u ndarë. Ana vendosi të bënte një udhëtim të vogël me prindërit biologjik për të vizituar vendin ku kishte lindur. Ndërsa udhëtonin, ajo ndjeu një ndjenjë të thellë mirënjohjeje për Arlindin dhe Elirën. Pa dashurinë e tyre dhe pa kujdesin që i kishin dhënë, ajo nuk do të kishte zhvilluar forcën dhe sigurinë që kishte sot. Gjatë udhëtimit, prindërit biologjik e shikuan Anën me lot në sy. Ata e kuptuan se pavarësisht lidhjes biologjike, ajo ishte rritur me dashuri dhe përkushtim nga të tjerët, dhe kjo e bëri atë të veçantë. Një ndjenjë falenderimi u përhap në ajër, një ndjenjë që i lidhte të gjithë në një mënyrë të qetë dhe të brendshme. Kur Ana u kthye në shtëpi, ajo e kuptoi se dashuria nuk kishte nevojë për kufi. Ajo mund të ekzistonte në shumë forma dhe të bëhej urë mes dy familjeve. Ajo ndjeu se identiteti i saj ishte i plot dhe i harmonizuar, i ndërtuar mbi dashuri, kujdes dhe respekt. Mbrëmja e fundit e këtij kapitulli u shndërrua në një ceremoni të vogël të brendshme për familjen.
Ana, Arlindi dhe Elira u ulën pranë dritares së dhomës së tyre, duke parë qiellin e natës të mbushur me yje. Ata mbajtën duart e njëri tjetrit dhe ndan heshtje të ngrohta, ku fjalët ishin të tepërta. Ana buzëqeshi dhe tha me zë të qetë: "Tani e di se mund të kem të dyja botët e mia, dashurinë tuaj dhe rënjet e mia. Nuk kam nevojë të zgjedh, sepse gjithçka që jam është ndërtuar mbi dashuri dhe kujdes." Arlindi dhe Elira e përqafuan fort, duke ndjerë një gëzim dhe lehtësim të thellë. Ata e dinin se sfidat e së kaluarës kishin shërbyer për të forcuar lidhjen e tyre, dhe tashmë familja ishte më e fortë se kurrë. Në atë çast, Ana kuptoi se jeta nuk ishte thjesht për të zgjedhur mes së vërtetës dhe dashurisë. Ajo ishte për të ndërtuar një rrëfim ku të dyja ekzistonin njëkohësisht. Yjet mbi ta dukeshin si një shenjë e qartë. Dashuria e saj, e ndarë mes dy botëve, mund të ekzistonte në mënyrë të bukur dhe të palëkundur. Familja e tyre kishte kaluar sfida, sekretet ishin zbuluar, dhe përfundimisht, ata kishin gjetur paqen dhe harmoninë që kishin kërkuar gjithë këto vite. Një fund i qetë dhe emocional, ku dashuria triumfon mbi çdo dilemë, mbi çdo frikë dhe mbi çdo sekrete të së kaluarës.